unë vëllaznit shumë kishin lanë. Mirë po, me familjartë motrat. Po, kam pas më pështeti, unë i falenderoj ata ma të lartë, se ndoshta vëllaznit e mi, motrat e mija, e kanë di veten edhe si obligim. Mirë po, të tjerët kam pas shumë përkrahje. Tash edhe në shoqatë. Gjdo cent që hynë në shoqatën Gradë Burnesha, zoja kryetarja Luljeta Tejeci, e ban transparente në grupin. Është e hapur. Është e hapur, e tregon. Ky i la kaq. Edhe për çdo gjona njofton, mblidhemi, folim, qeshim, shkojmë me një aheng dikun, bëjmë flija, kalojmë për mrekulli. Pse të mendojsh negativisht? Pse? A është edhe ky çelësi pikrisht i kalimit sa më të lehtë të kësaj sëmundje? A është ky pozitiviteti që ndoshta edhe kështu duhet të mposhtët çdo situatë, çdo sfidë që na del përpara? Ndëgjoj, unë thash edhe pak më parë. Ti vish me nejt, me raç aty edhe me kujtur rinhish kryzi, si kanë thonë përpara, është jo se ti me këtë sëmundje. Mirë po, s'ki nevojë mund dalë me mendu. Jeta vazhdon, ngritu, me vështërsi, ngritu mos rri, del, banë një gjiro, ose lëshoj një muzik, kalon ajo, mos mendo rrëth smundjes, nuk banë me mendu, jo vesh për kancerin, për çdo smundje nuk banë me mendu. Të gjitha kalojnë me pozitivitetin, pozitive dohet me qenë, pse jeta vazhdon, edhe nuk e dim na kur do të shkojmë në atë botën tjetër, edhe tek e fundit të gjithë do të shkojmë në atje. Mirë po kur t'na vje radha, kur Zoti e ka bë kismet, pse na t'ja bim vetë smundjen vete të mendu, e valla unë jam e smund, tashti re. Jo, smundja më poshtët me vullnet, me pun, me del, shëtet, jeto. Çdo moment është i rëndësishëm. As një dit e as një sekund i ditës sodit nuk kthehet më. E çdo moment shijoje. Që nuk blehet. Çdo moment shijoje. Si me qenë moment i fundit shijoje. Pse me mendu na negativisht të konë me mendu pozitivisht? Qaj është? Pozitiviteti është shumë e rëndësi. Edhe puna. Mos më ndalë. Ushqimi do të më hongër me regull, normal, të gjitha ushqimet ti nuk i hanë, edhe pse mjeku thot hani, po thot me mos, po normal, edhe pa konë smut, kur ta te prajsh me ushqim, normal që banë diqka. Po, duhet pas kujdes shumë për veten. Tani si po ndihesh, Zaki Mete, mas një vit e gjysë për afërsisht? Qartu ka kalu një vit e gjysë. Mirë jam shumë. Kontrolla rutinore të rregullta? Po, kontrollat i kam çdo 4 muaj, bile këtë javë duna me shku, i kam bë analizat, kam bë tumormakerat, ehot më kanë dalë perfekt, edhe janë okej. Tash mirë na vesh me doktorin, kur është taj, dhe më tonë se mundët na i ditë mësme qenë kujdestar ose diçka tjetër, më lajmëron, këthem edhe shkoj, nuk e kam, vizitat i bajnë, normal barnat i përdori, mënyrë të rregullt. Vazhdon punën me nxënësit? Punën, absolut. A thash besoti, edhe vikendave, kur po rri, me nëzis pres me ardhe hanja me shkun punë. Me shkun punë. Po. Se di, ndoshta edhe është klasa 5, edhe ata janë rrit pak, edhe thjesht knaqesh, ambeson, thjesht knaqna. E pse mu mërzit? Shkoj me një vend që janë frymëzim për energji, në kolektiv. Po. Pse unë më mërzit? Jo, absolut. Kur të kthej në shtëpi, i gjoj 2 enxuj edhe shokun, pse? Jeta vazhdon. E mrekullueshme, mësues Zaki Mete, të falenderoj shumë për gjitha këto që ndajte me ne, mu më ke emocionuar zakonisht shumë, po besoj që gjitha ata që na kanë pa dhe kanë pas mundësi me ndjek bisedën tonë, përveç që kanë marrë mesazhe, po besoj që janë mbush me jetë mbi gjitha sot. Pse ju? Ju lutem, unë një mesazh jemi kish me qenë, që çdo femën është mirë me bë vetë kontrollat. Edhe mandej çdo gjë që zbulohet herët, është pak ma e lehtë me trajtu. Edhe pozitiviteti. S'është fundi botës. Jam diagnostifiku me kancer, edhe unë tash mos... Jo, jeta vazhdon. Kush e di edhe sa ki me jetu? Pse me nejt me vajtu pa lidhje? Jo. Kënaqësi që të pata këtu, dhe faleminderit shumë për gjitha këto edhe një herë. Faleminderit për ftesën.
Inshallah gjithat mirat për gjitha gratë. Inshallah jam unë e fundit që jam diagnostifiku me kancer gjiri, por